Në prag të dy ndeshjeve kualifikuese për botrorin 2026 kundër Belgjikës më 10 tetor dhe Kazakistanit më 13 tetor, seleksionuesi i reprezentacionit Blagoja Milevski sot para gazetarëve publikoi listën me 26 futbollistë të ftuar. Milevski fillimisht tha se lista për dy ndeshjet e tetorit është identike me takimet e fundit përveç Lirim Çamilit, i cili është i lënduar, ndërsa në reprezentacionin kthehen Ashkovski dhe David Babunski. Seleksionuesi më pas theksoi se çdo ndeshje nga tani deri në fund është e rëndësishme për Maqedoninë në kualifikim për Kupën e Botës. Milevski përshtyp theksoi se Belgjika është ende favorite për vendin e parë në grup, por askush nuk mund t'ia heqë ëndrrën Maqedonisë për t'u kualifikuar në Kupën e Botës. Edhe pse askush nuk priste që të kishim kaq shumë pikë, ne qëndrojmë fort në këmbë të vetëdijshëm për sfidat, i respektojmë të gjithë. Belgjika është ende favoritja kryesore me listën më cilësore dhe Walesi është gjithashtu këtu, por Maqedonia ka treguar se mund të jetë konkurruese. Ky ishte qëllimi para fillimit të këtyre kualifikimeve, por askush nuk mund të na e heqë shpresën ose ëndrrën tonë për t'u kualifikuar në Kupën e Botës. Ndeshja tjetër me Belgjikën është e para në menun ton, por përgatitja është saktësisht e njëjtë me atë kundër Liechtensteinit, tha Milevski. Grumbullimi i reprezentacionit është caktuar për datën 6 tetor. Ndeshja kundër Belgjikës në Gent luhet më 10 tetor, ndërsa ndeshja kundër Kazakistanit zhvillohet në Shkup më datë 13 tetor.